Jetë e familje, si 45 gjithku, edhe këtë kohë, prap, halit gjeci, proceset duke nisë rasisht. Dhe që ke janë në laush. Po, i njofë se i përmene komandantin legjendor Adem Jashari, ju sigurisht i një njofë edhe para luftës me familjen e tyre. Po, jo, i njofë, aja dhe një pat laush, një pat gëzë, jo të shpis tem, po një pat gëzë kanë qenë. Po, të kusherive të? Kusherive të mi, po kem pas raporte shumë të mira, unë sidomos me Hamzën edhe me Rifatin, edhe sot me Rifatin, po me Hamzën kanë qenë shumë orë për çdo diçka që o konë interes të përgjithshëm, në atë kohë, ato dështira, unë me Hamzën ju konsultu. Po pse, a kanë qenë ata në LDK pasi fatet? Jo, kanë qenë, po Hamza është njeriu i parë me mu që i ke marrë në Prishtinë edhe kem kontaktu me intelektual tonë, dhe tani i ke marrë iniciativën për themelimin e degës LDK-s. Dhe tavolina e punës, deri mas lufte, në lokalet tona ka qenë e familjes të Hamzës që ja kanë filluar me regjistru. Njerëz të parë që ja kanë filluar me regjistru. Bravo, vërtet. Rifat Jashari dhe më thonë në konë LDK? Jo që ju konë, por Hamza tregova. Hamza ka qenë deri në bozë zgjedhjet, diku në 90-ën në bozë zgjedhjet, që jena zgjedh, a i tani diku në 90-ën ka kalu në partinë republikane. Hamza Jashari, po e di. E di se baba Emra Medlia konë për viti. Kretari për partinë republikane konë një Reshat Nërbuja. Sekretara konë Jaja Luka, që e përshëndesim. Ekstreme djathtë. Bili aje ka pas për program me ahi një herë, më të ahi 2 herë. Edhe shumë herë bëjshë ahi gore, se i kisha edhe shumë, këra të krytorë një asman halitit, bravo kuft, unë veç nuk gudzaj se pavarë me ju, pa unë një herë ashtaj ahi, po 2 herë zgudzaj. Dhe unë Hamza Jashari, pasi ka qenë... Hamza ka qenë pele dhe kës, u shku partinë republikane, me kurse Rifatit, deri të ndek ka qenë, deri se ju kanë vra familja, ka mojtë pomen, ka qenë LDK, aktivisti LDK-s Gjermani. Basafadel ju kalëzani drejt gjithmonë, për shtë përdu më të vetë. Kjo është e vërtet. Gjithmonë ka preokupu një pyetje mu me që e përmene Basen Rifat Jashari, që flitet për dëpare, ka full edhe deputeti Kanigesi, miku jem, gjithmonë ka full për dëpare që si e kanë qu, e kanë lënë pa orë ma Adem Jashari, se janë të vërtet ato? Këtu janë tash, zyrtari jënë ndonë ata njerëz me dokument, me sa i kanë qu, i kanë dërgu, sa kanë pas mundësi. Domthonë është e vërtet që i kanë mbet pa orë. Po është e vërtet që qeveria Bukushi nuk i kanë ndihmu Adem Jasharin sa duhet, edhe një kohë ka hjek, ka me të keq, nuk u konë gjendje të mirë, se nuk i kanë ndihmu, vërtet është që si kanë ndihmu. Personalisht ti e taku sigurisht me Adem Jasharin. Jo, jam taku, na e kem familje, na shumë herë gjatë aty në vite, sidomos Gania, s'unë isha udhëheqës politik, ma te vërse Gania edhe Halili kanë qenë në stop me to. Dhe ju besatu që nëse ndodhë diçka doj, ka thë për e të porë vlog të malë Halilit, nëse ndodhë diçka, ja dhënë besën që këshujt. E thujnë që vinë të te mas pari, besën për të dhënë që një shko për ardhu se leon. Edhe aj që ashtu, bili pak ku mërë, thëtë mos bëjt shko në ajshkin, bili për të diska, të këj folje, kjo ko humora, po më të nuk është për televizor, po u konë si në humor, ja kanë dho besën që të shojnë, edhe e kanë mojt, Halili e kanë mojt, edhe Lozët Geci e kanë mojt ditën që kanë luftu Adem Jashari. Deri tash, nuk është thonë, asiherë, u mënu me u bloku, u mënu me mshel, mirë, po ditën që ata jënë konë, Lozët Geci, Halili Gania, e kanë kryja manetin. Edhe atë ditë kanë rëdzu shkje. E vërtet. Po edhe Ibrahim Rëguës, presidentit, dhe më thonë, arkitektit pavarësisë Kosovës, i keni ne që mofër. Pse keni pos kaq dashuri, dhimbje dhe për president Rëguës, e poshtë një intervjist dikon edhe që ishe prej këtë shumë emocionalisht. Jo, po të tregoj, është interesant që ajmë ka nërue, na ka nërue tonëve, se shqyre, aj ka qenë si bobë e tjetë, si kur në thmi, dhe u munu gjdo herë me në këshyrë tonëve një hajtë, se të thminja me botë dika një dalua, pe i komune vrejhet me njerë, aje ka posë që ashtu që i ka këshyrë, e ka po me sy thutet që pi këshyrë kërkan. Por a i moment që pas ke po ti ka qenë preks herën e funit, që ishte e funit, a i veç u po që smut edhe nuk na përshëndeti për vitri, edhe u drejtue të tonë, po u drejtu të unë i drejtoj sytë. I drejtoj sytë si kur me dosht me më thot diqka. Më ka respektue, jëmë këshilue, sigurisht, tonë në këshyri, po këzuar edhe i drejtoj sytë që është drejt në mund. Si kur me më thot që po përshëndetëm për e të fund. A ta tha me vjolla, atë kujtuhet në i moment i fund? Kujtuhet për pora që kemë folë, pa atëre me sy u drejtu i me dora ati edhe mu që është të drejtë. Si kur me dalon me tonë diqka. Ka qenë, po jem këshilu me to. Na folë, dubi të thonë edhe juve këtu. Folë mendjes, folë, na jem drejtu edhe ofër i kemë pas gjithë njerëzit e mendjes, akademikët. E vërtet. Edhe kjo na ka mbajt, edhe nuk kemë bo gabime. Çdo herë që jem kongusht,
Unë jam këshilluar edhe me presidentin, po kum pas atë tjetrin që ka qenë nga presidentin profesori Femi Agoni. Femi Agoni me ka qenë figure e pazaventueshme. Kujtuhet na diçka interesante që kujtuhet, po çdo herë që kem pas. Çka kina i thonë ti pasi vate Mendoza? Kam disa thonie, po do t'i them të. Na unë shtuam atje fillum natën nitë ndeshë me bë protesta. Edhe më këshillu pak çapo çysh pi abon. Edhe pi them profesor, na jem një grup, qëta grup që ishëm, Gania, Shuk, të këtë tarma të tonë, të këtë nga që me tjetë, vlozit të rrethe, dojna me dek edhe me hinë shkollë, dojna me bo deken edhe me hinë. Shumë mirë,